Si doli në fund mushaka me kungull që përgatita, se si që u thash patlıgjane nuk gjeta, edhe doli fantastiko njerës. Tani, si e përgatitim, si e shtrojmë në tepsi. Në fillim do shtroj patate tunë, edhe shtroj edhe kungullin. Pastaja do t'i hedh mishin e grirë që e kam përgatitur. Nëse nuk i keni parë të gjitha këto si i përgatita, kam çuar video, pjesën e parë, edhe mund t'i shikoni të gjitha si e kam bërë. Patatet edhe kungullin unë e përgatitë në furrë, jo të skuqur, që të dali pak më i lehtë. Tani do më thosh me tërë këtë beshamel edhe mish të grirë dhe të gjitha këto gjërat i lehtë, nejse nuk ka problem. Beshamelit brenda i hodha edhe djathë të grirë, po i hedh edhe nga lartë, që të marri atë ngjyrën e kuqërem të kur piqet. Do ta vendos në furrë derisa të marrë ngjyrë nga lartë, nuk do shumë kohë brenda në furrë, me që çdo gjë është e pjekur, e përgatitur, e zier, është gati, vetëm sa të dali kështu i mirë bukuro. Tani do ta lëm që të ftohet, se po të kështu i nxehtë të përvullon edhe nuk mund ta nxjerrësh dot copën, ndaj edhe unë prita një 2-3 orë që ta presë, se kisha përgatitur më shpejt nga dreka, dhe ky është rezultati, doli perfekt, shumë i shijshëm. Ciao!